Se ndryshimet e ligjit në Serbi shërben Aleksandar Vučićit si një monedhë negociuese me Evropën, qytetarët dhe opozitën, se zgjedhjet nuk do të jenë këtë vit por vitin tjetër, se presidenti do të propozojë një qeveri kalimtare, por se në një moment ai planifikon të largohet nga Serbia dhe se pikërisht për këtë arsye ai friksohet shtypjes masive të popullsisë, është i bindur historiani dhe analisti politik serb Dragomir Andjelković, i vetëdijshëm se shumica e njerëzve madje edhe brenda sistemit kanë marrë zemër. Aleksandar Vučić tani po e ndryshon sistemin, ka thënë në një intervistë Andjelković. Aleksandar Vučić i ka zvendësuar besnikët dhe gjysmëbesnikët me njerëz që e dinë se nëse ai bie, ata do të përfundojnë në burg, shtoi Andjelković. Edhe para se të niste kuazi reforma të ndryshme, pra antireforma, ai tashmë ka treguar se besnikët e tij në polici nuk ofrojnë ndihmë. Prokurori nis diçka por përballet me injorimin nga policia, është një lloj grushti i shteti i gjysmë shtetëror, shtoi ai. Vučić ka arritur të ndryshojë mekanizmat e forcës dhe të funksionojë paralelisht, duke injoruar faktin se shumica e qytetarëve janë kundër tij. Ai tani po sundon bazuar në frikën e njerëzve se do të përdorë shtypjen, por nuk është e lehtë për të që të përdorë shtypjen masive. Është një gjë kur një person, 5 ose 20 persona janë në sulm, por nëse 15 marsi do të ndodhte përsëri, këtë herë me një leadership të qartë dhe profilizuar, Vučić do të kishte shumë frikë. A janë ata gati të përdorin shtypjen në një shkallë masive dhe të shkojnë kësaj gjëje deri në fund? Kjo është një pyetje e madhe. Së dyti, Vučić ende po mendon të largohet nga Serbia në një moment. Nëse ai seriozisht derdh gjak, shumë dyer do t'i mbyllen dhe kryeqyteti i tij, ndoshta nuk është në Korenë e Veriut, tha ai. Historiani serb është i bindur se me reformat e gjyqësorit Vučići po i ngre rreziqet, në mënyrë që në një moment të mund të bëjë pazare me qytetarët, politikanët dhe studentët. Ai gjithashtu mendon se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2027. Ai do ta kujtojë qeverinë e përkohshme, do ta propozojë atë në mënyrë që të ketë një lloj largimi të butë gradual me komunitetin e tij të interesit, me disa garanci, tha historiani serb Andjelković. E në vend të Bielorusisë, Andjelković beson se një krahasim më i mirë është me Armeninë dhe rebelimin që ndodhi kur Serge Sargizan u përpoq të kalonte nga pozicioni i presidentit në pozicionin e kryeministrit.